Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahun e falenderojmë, salavatet, selamet Muhammedit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Kjo seri e ligjëratave ka të bëjë me historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam. A është fol boll për historinë e pejgamberit alayhi salatu wassalam? A ka nevojë hala mu fol? A ka diçka që se di? Ka. Unë jam i sigurt që ka. Edhe ai që është marrë me studimin e historisë të pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe ai pothuajse vazhdimisht mëson diçka të re ose kupton diçka të re. Pastaj historia të ndërron vëllezër. Historia e pejgamberit alayhi salatu wassalam sidomos. Nuk është histori që veç mësohen ngjarjet, ka ndodhur që ka ndodhur që dhe a dhe ecin të shtëpia. Jo, po pse ka ndodhur çështë? Historia don analiza, se pse ka ndodhur, pse ka ardhur deri te çka? Pse pejgamberi alayhi salatu wasalam këtë rast nuk ja paska bëu çështu, po ja paska bëu çështu. E kjo domethënë është qëllimi këtyre ligjëratave që me bë analizë historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Jo rrafim. Sepse e merr librin edhe viti i parë i shpallës, viti i dytë, i tretë, hijreti, pas hijretit, beti erdhi pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe u mbyll historia. Mirë, çka fiton? Do ngjarje të bukura, të mira, kanë herë në nxarrën lot prej knasisë, kanë herë lot prej mërzisë, edhe me çikaç. Na po dojmë që historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam me nxjerr praktikën tonë. Do çato që jemi sot, se çu ka kalu pejgamberi alayhi salatu wasalam në situata të ndryshme, çështu me kalu edhe në. Kur është nervozu pejgamberi alayhi salatu wasalam, çka ka bëu? Vallahi nuk e di çka ka bëu ai, po unë kur nervozu na hupi. Se kemi historinë këtu. Se kemi historinë këtu. Nëse dikush e ka shoh pejgamberin alayhi salatu wasalam, e ka thënë çka ka bëu ai nuk e di veç se jalon kur. Atë ku jemi historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam? Ku jemi jetën e tij? Ç'ka është qëllimi i tij? Na e lexojmë historinë, pa e kemi në jetë. Pa e kemi në jetën tonë historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kjo është qëllimi i këtyre ligjëratave më tepër që na me bë pjesë të jetës tonë ngjarjet e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Ti shkon ai ç't pozitë. Çka ke bën? Ose unë të shakon me pejgamberin alayhi salatu wassalam, çka kisha bën? Çu kisha fol? Ai isha nxjerr kështu? Ai isha mundu me bë çse lojë se dredhia? Ai isha kallzoi drejt i sinqert? Ai isha mundu me bë mashtrinë kështu më radh. Mirë, në mënyrë të përgjithshme të ndërrojmë vëllezër, pse mësojmë historinë? Pse lodhemi me historinë? Dikush kur e ka definu historinë, definim qesharak, ka thonë historia është mi marrë në përgojt vdekunit e mu lodh gjallit. Çfarë ka thonë? Nuk është të vërtetë. Nuk është të vërtetë se na me histori nuk i marrë në përgojt njerëzit. Po na me histori mësojmë se çysh kanë kalu popujt e vjetër. Çka është bë me ta. E kështu që prej arsyeve se mësohet historia, madje edhe është lanë prej landëve kryesore që çdo klasë mësohet shkollë. Madje edhe s'ka drejtim me sa e dione, pa histori. Sepse historia të ndihmon ty më ngrit, sikur se do ta shohim tash. E para, arsyeja pse e mësojmë historinë është mu njoftu me popujt e hershëm. Çish kanë qenë popujt e mëhershëm? Pa hiç më larg, para orësit ton. Ma ato që kanë jetuar para 2000 vjetë në çdo vend, që quhen Ilir, ose më herët, çish janë kanë, çka kanë bën? Çfarë jetë kanë zhvilluar? Çfarë veti kanë pas? Çfarë cilësi si njerëz. Pastaj gjithashtu është me përfitu nga përvojat e këtyre popujve. Mund çysh kanë bërë ata? Cilët kanë jetuar më mirë? Cilët kanë pas më vështirë? Cilët kanë pas jetë më të rëndë? Cilët kanë pas jetë më vështirë? Cilët kanë pas jetë më të keqe? Cilët kanë pas jetë më të mirë? Kështu më radh duke përfituar pi përvojave, për përvojat e tyre, edhe normal duke u largu pi gabimeve të tyre. Do gabimet e popujve njerëzve që kanë jetuar më herët. Gjithashtu mësojmë historitë edhe ngjarjet e popujve të kaluam që na me ngrit tashmë në të ardhmen. Unë çështu s'po bëj, se këtyre si pas ka dol mirë. Ose të kanë ndjek, ose të kanë mashtru, ose pas kanë ecë përpara, mirë, ku janë gabimet, na largojmë dhe nuk i bëjmë të njëjtë gabim. Shembull, mund gjithë ata popuj që kanë zgjedh me armiqsu Allahun, edhe mos me besu Allahun, çish ka ardhur fundi i tyre. Këtë ato që i kemi në Kur'an, fundi i tyre ka ardhur i tmerrshëm. Fundi i tyre ka ardhur shumë i keq. Atëherë s'po bëj. Nuk po bëj ka me bë jetën në tokë, duke qenë i armiqsu me Allahun e lartësuar, ose duke mos pas raporte të mira me Allahun e lartësuar, kështu më radh. Pastaj
Historia na e shkurton distancën e provave edhe lodhjes. Për shembull, kur e mësojmë një popull se çish ka jeton, ose sa është të lodhur për me, ose sa ku është dosh me kalu të ta, për me vërtetuni diçka u kryna e kemi përpara. Nuk ka nevojë mu lodhë dhe na me bëhet provë edhe një herë. Hajde me thonë çish ta kshimi ç'po del çka. Mirë, hajde ta provojmë çto, hajde ta provojmë çto, hajde ta provojmë çto. Ka 50 vjet, nëse kemi 5 milion vjet, 50 vjet gjyq atje, 5 atje, s'po bajkan krellën e pejsporit, si kemi këtu. E thonë prej nimeteve të historisë është mënyrë përgjithshme se çka na e shkurton historia distancën e provave, s'ka nevojë më me bëu prova. Njerëz që i kanë besu pejgamberëve kanë pështu. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu. Allahu thot, na gjithsesi kena me ndihmu pejgambert, edhe ata që kanë besu me ta, edhe janë të ndihmu, edhe kanë qenë të ndihmu, edhe pse ndoshta kanë qenë të shkelur dhe të shtypun, mirë po fundi ju ka ardhur mirë. Sot çuçi përmendim në ata popull. Ndërsa ata që si kanë besu pejgambert e tyre, ose kanë shprehur rebelim ndaj Allahut, lartësuar çish kanë përfunduar. Shembull më të këqit. Dikan e ka mytë Allahu, e ka vrarë me erë, dikan me tufan, me vërshime, dikan e ka përbi toka, dikan e ka shëndruar krijesa të nënçmuara dhe të përbuzura dhe kanë vdekur pastaj kështu. E na si nuk hyjmë për kësi prova. Nuk hyjmë edhe e shkurtojmë lodhin, s'lodhemi kaq shumë, edhe e shkurtojmë distancën e provave që s'ka nevojë me prova. Pastaj mbajtja e lidhjeve edhe lidhja me lozën që e kemi. Ama si cili popull krenohet me lozën e vetë. Nuk ka popull që thot na jemi më të këqet. Kush e thot këto? Dhe më të këqet nuk e thënë këtë. Si cili thot më të mirë, si cili ka qef me pas lozën, baballar, gjyshit, e kështu më radhë para si të mirë. Edhe kështu që e mon lidhjen me popullin e vetë, mund i runë traditat, i runë fisnikrin, bujarin, cilësit e mira që i ka posë populli i vetë, tradicionalisht, edhe e mban lidhjen emocionale, lidhjen kulturore, lidhjen edhe historike me paraardhësit e vetë. Pastaj, ruhën edhe trashëgimit. Për mes historisë ruhën trashëgimit, kur e studion se filan populli, se qëta është më kujtu mu që kemi këtu dhe profesorat historisë, po, unë nuk jam marrë sot me kaldu këto histori, as me një historisë fejlit, po, më a thonë si hyrje për të medal të historie e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Rujtje trashëgimive të popujve, po në qysh janë rujtë mbetjet arkeologjike ose senet e vjetra, se në qëtë vend pas ka jetu filan populli për arsye se ata kanë posë traditën kështu dhe pastaj ruhen edhe sot lashtësia e popujve që janë në përbot, varet prej qëtyre mësimeve, qëtyre punëve që i kanë lonë edhe veprave, që do që t'jenë ato mbetjet arkeologjike. Pastaj, dalim të një pikë tjetën, sepse shkurt nuk do të zotemi shumë, se sot është si hyrje. A është Kurani libër historik? Të kështu më thonë me, të shkon historia e rëndësishme, të shdosh më lodhë me ta, Kurani kështë drejt historik, edhe i shkon libër historik. A është Kurani libër historik? Çka e mërmendja? Kurani nuk është libër historik. Përgjigja është se Kurani nuk është libër historik, as libër gjeografik, as libër i mjekësisë, as libër i shkencës. Po të gjitha këto janë Kur'an. Amo Kurani është libër i besimit. Allahu përmes Kuranit ka ardhur mjaft drejtuni, e ka zbrit Kuranin, mjaft drejtuni njerëzve besimin. Mirë, po gjithkund çka i ka shërbyer qëllimi kryesor besimit, atëherë Allah e ka bërë pjesë të Kuranit. Geometria i shërben e ka përmend Allah në Kur'an. Historia e ka përmend Kur'an. Gjeografia në Kur'an. Gjithashtu matematika dhe shkencat e tjera që i shërben qëtin Allah i ka përmend Kur'an. Kështu që në Kur'an kemi histori shumë, po nuk është qëllimi i Kur'anit me na pru historinë e veç. Po përmes historisë na me kuptu besimin e drejtë. Madje 3 tematikat kryesore që janë të Kur'anit. Kur'ani ka 3 tematika. Kush i din? Shpejt me ne. Në 3 tematika kryesore. E para besimi. Allahu e rrej besimin në Kur'an kështu, në detaje. E dyta janë dispozitat edhe normat e moralit. Ban, zban, halal, haram, lejohet, s'lejohet. E treta historitë. Për ata në Kur'an, a kemi një sure që quhet Surja Ibrahim. Çfarë do të thonë Surja Ibrahim? Që flet për jetën e Ibrahimit alayhis salam. Pse ju kret surja mirë po flet. Surja Nuh, Surja Hud, Surja Yusuf,
komplet tregimi i Jusufit ta. Surja Yunus, surja El Qasas, tregimet, surja e tregimeve, që shtojnë nëse përkthehet. Surja e pejgamberëve. Surat Al-Anbiya, surja e pejgamberëve. Çfarë do të thotë kjo? Që Allah i lartësuar ka përmbledh historinë e librit të tij, edhe pjesë të librit e ka bërë historinë e këtyre pejgamberëve dhe disa histori tjera të cilat i ka përzgjedh Allah i lartësuar. Mirë, po qëllimi i Kuranit nuk është me pru historinë, se Allahu edhe pa na fol për pejgamberët, edhe pa na fol për historinë e popullit e Thamudit të Adit, e ka bërë të qartë besimin në Allahun, adhuroni Allahun dhe mos i bani shak atë. Mirë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, ai kushton të rëndësi historisë? A mirën e histori, apo vetëm zban, lejohet, s'lejohet? Gjithsesi, sa hadithe janë që thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ka qenë një popull para jush kanë bokshtë. Në një popull para jush ka ekzistuar një njeri kështu. Në një popull para jush 3 djem janë mshel në shpellë, janë hyrë në shpellë dhe ju ka mshel shpella. Me një popull që ka qenë para jush, ka qenë njëri që i ka myt 99 persona. E kështu barat. A sa histori është kjo? Mirë, pastaj Kurani edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam nganjëherë përmendin detajet e historisë, po në shumicën e rasteve nuk i përmendin. Sepse detajet e historisë, që ka pas emrin filani, që ka pas fisteki, a ka ndodhur në Sham, a ka ndodhur pak më anë, nuk janë këtu shumë të rëndësishme për ato i cili don me kuptu besimin edhe më u shërby përmes këtyre tregimeve që me kuptu besimin sa më mirë. Rëndësia është se Allahu përmend tabore, përmend qëndrime, përmend pozicionime, përmend njerëz të mirë, përmend njerëz të këqij, përmend përfundimin e tyre dhe përfundimin e atyre. Kjo është në rëndësi. Për ata Allah i lartësuar në momentin më kritik, momentin më të rëndësishëm për Musa'in alayhi salam, kur faraoni thotë lëshonëm ta vroj Musa'in. Çfarë do thotë lëshonëm? Ai mas poli sot e nol kërkosh. Nuk kush e nol faraoni. Mretin që ju ka thonë jam Zot, po thotë lëshonëm, kush do të nolve? Mi po për me bë pak më felëm, me bo pak më interesant, shërëm të vrojë Musa'in, po kryesura Kogje është mardhejës. Që ka bo këtu? Allahu thot, edhe këtë periud u shfaq një person, ku shok i personi, asemën asë mbjanës ka. U shfaq një person nga populli faraonit që i kishte besu, Allahu të bëhedhe, faraonit qysh për mytë njëri, veç se on të tonë zotë e mështë Allah, që ka të të botë një këtë? Dhe më qëfar haki të ka këtyje këtë që përdën me vëra këtë njëri. E në këtë rast, të honë erdë momentin shumë duhur për Musa'in alayhi salam, edhe pjesë e rëndësishme e këtij tregimi. Mirë po, nuk na intereson neve emri, na intereson qëndrimi i tij. Na intereson besnikëria e tij, na intereson sakrifica e tij, se ka mujt faraoni më thonë edhe ti, pikati këtu fjalë, edhe pastaj me kopat. S'ka mujt më bëu Musa'it kur gjoni pat. Mirë po Allah i lartësuar po e nxjerr në skenë këtë person në një moment shumë të rëndësishëm, pa ja përmendur me dhëmbjen. Kështu që ka mundësi me mbet në histori njëri pa ju ditë emrin. Ka mundësi. A ka mundësi. Sa xhamiat janë të mbaruar sot në përbot, a i dihet emri kush i ka ndërtu? Shumicës ju. Sa bamirësia janë, sa punë të mëdha janë bëj, ju dihet emri? S'ju dihet. Ose më thon pak më ndryshe. Kush prej neve që nuk ka dëgju për Imam Abu Hanifën? Që besoj që kush nuk ka dëgju për Imam Malikun, këtë kina dëgju. A e njohëm nonën e Imam Malikut? Shamu? Se Imam Maliku është rejt jetem, jo. Mirë. Nona e këtij ka bo histori, sepse e ka eduku një Malik, i cili pastaj u bo hoxh i këtë botës. Mirë po, ka bo histori pa emër. Sepse të Allah i lartësuar këtu detaje nuk janë shumë rëndësishme me marrë mësimin e historisë. Kështu që pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka kushtuar pastaj gjithashtu rëndësi. Mirë. Pse duhet ta mësojmë historinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam, tash vim pak më ngushtë. Pse duhet të kushtojmë rëndësi historisë së pejgamberit alayhi salatu wasallam? Fillimisht thot Ali ibn Husayn. Ali ibn Husayn, djali i Husajnit, nipi Aliut radhiyallahu anhu. Thot, na në kuptojmë, i mësojshmi pjesë e jetës pejgamberit alayhi salatu wasallam, betejat, marrëveshjet, zhvillimet e jetës tij, qysh jo mësojshmi fëmijëve suret e Kuranit që t'ja kena mësuar këto. Po e kena pas pjesë të jetës. Pastaj Zuhri, Imam az-Zuhri, thot, me mësu jetën e pejgamberit alayhi salatu wasallam, rrethonat që ka kalu, është dije shkencë e dunjos edhe ahiretit, edhe për dunjo dhe në ahiret, që të regon se sahabët e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pastaj ata që janë orë mas tyne, edhe kështu me radhë, me mësimin e historisë
sirës pejgamberit alayhi salatu wasallam kanë pas pjesë tjetër tyne. A ka më qartë çysh më shpjegu se sa çysh I kanë mësuar surrat, e kanë mësuar historinë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pse? Sepse ka dashur me mojt të gjallë personalitetin e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Kur ka ardhur në Medinë, ka bërë kështu. Kur ka dalë për Medinës kështu, ka hyrë në xhami kështu, ka shkuar me vizitua ato kështu, ka shkuar me vë marrëveshje kështu, ka ardhur te shtëpia kështu, ka flajt kështu, e ka prit musafirin kështu, e ka prit mikun kështu, u ballavaçu me armikun kështu. Do kjo është ajo që e kanë mësuar sahabët o tabiinët edhe gjeneratët e hershme. Historia e pejgamberit alayhi salatu wasalam do të thotë jeta e tij. Jeta e pejgamberit alayhi salatu. E jeta e pejgamberit është shpallje. Jeta e tij është bërë me shpallje. Pjesa më e madhe e jetës së tij është shpallje. Qysh ka hangër, qysh ka pi, ka flet, ka nejt, mohabetet dënjas përditshme ato janë shpallje dihet. Mirë po, jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam shumica e saj është shpallje, kështu që kur e mësojmë jetën e tij e mësojmë edhe një pjesë të madhe të shpalljes. Pastaj a jemi të porositur me marr pejgamberin alayhi salatu wasallam shembull. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana fatallahu. Shembullin më të mirë e keni pejgamberin alayhi salatu wasallam. Allahu do të më thonë që s'keni me mujt me jetu në tokë pa e marrë një model dikan. Sot që tu me vetë se cilin për neve. Ka në kisi model të. Më kanë ki qef me ebituti. Ose si kush ki qef me bo. Ose prej kujt jenë diku ma shumë. Se se le e kanë kryo dikën. Që do të thotë se Allahu po don më ju thonë këtyne që pa tjetër se njeri ka me pos një model dikan. Ka me pos si dikush. E përderisa është kështu atër bani si Muhamedi alayhi salam, sepse është shembulli më I mirë. Ka mundësi me jesë mas I shembullit keq. Ka mundësi me pas si shembull, si model të jetës, të fjalës, të ecjes, të veshjes, të jetesës dikan I cili është I dështuar ose dështon fond. Ama me Muhamedin alayhi salam nuk dështon kurrë. Sepse është shembulli më I mirë. Ka qenë më I mirë duke qenë gjallë, ka vdek më I miri edhe është në ditën e gjykimit më I mirë dhe në xhenet është më I miri. Akoma. E kështu që qysh e ngjallin në shembulltyrën e Muhamedit alayhi salam, qysh e qesin përpara si shembulltyr kur na nuk e dim kush është ai, qysh ka jetuar, çka ka bërë, çka ka vepruar. Apo s'ka mundsi. Nuk ka mundsi me marr model pejgamberin alayhi salam ose me marr model që duhet kur nuk e njeh. Ose e njevesh një pjesë tjetër tina. Për shembull, e ka dëgjuar dikun ai që kur ka hyrë në hutbë pejgamberi alayhi sallam I ka mojt hutbë çash tashpra, saqë sikur kur I bërtet ushtrisë. Edhe këtë jetën e vet e bën kështu. Fol me nënën e vet sikur kur I bërtet ushtrisë. Me babën e vet sikur kur I bërtet ushtrisë. Kur shet kur blen kret, pse se kështu ka qenë pejgamberi alayhi salatu wasalam, s'ka qenë vallahi kështu. Ka qenë me një rast, mirë po nuk ka qenë gjithherë. E por me ditë se shumë pas shembull në çdo porë të jetës duhet me mësu jetën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pastaj e forcojmë besimin edhe bindjen në Allahun edhe se kjo fe është e drejtë. Edhe këtë fe, edhe ata që kapën për këtë fe kanë ndihmuar Allah, që kanë ndihmuar Muhamedin alayhi salam. Që kanë ndihmuar Muhamedin alayhi salam. Shumë shembull I thjesht. Natën e hijretit, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka qenë plani për me vrah. A ka qenë plani e dini. Edhe është realizu plani deri te pika e fundit. Te pika e fundit s'ka mujtë moralizu, se Allah e ka mbrojt pejgamberin. Kështu që një njeri I cili nuk po mundet më menet as në shtëpinë e vet, as më kërkush edhe ata që I kanë besu nuk po mund me mbrojt, as pasunia e vet mos pe mbron, as emri vet, as kërkush, edhe po duhet me dal tinza. Tinës po duhet me dal pe shtëpisë, me lëshu shtëpinë, edhe me shku me një vend pa njohur. Pastaj kthehet në Mekë, e çliron Mekën si çlirues, edhe krejt Mekja bëhen musliman. Kush e kanë me ndihmoj Allahu këtu? Me marrë veç episodën e parë, tjetës pejgamberit alayhi salatu wasallam. Episodën e parë, po, Ebu Jehli ja dul, Ebu Sufjani ja dul, e qëtë pejgamberin alayhi salatu wasallam në Medinës, banën planin për me vra, është I kërkum me dënim me vdekje, edhe s'po mundet me mbrojt kërkush, s'po mundet me dorë zot kërkush. Epizoda para, mirë po, jeta e njeriut është me epizoda dhe nuk mirët vlerësimi me një epizod caktuar dhe më javon komplet jetës vlerësimin pastaj. Po jeta e muslimanit volosët ose rezultatin e kanë bas të fundit, që vjen fundi. Pleshtë e tonë, cilët kanë qenë të edukuar me hoxhallar, edhe kanë nejtë me hoxhallar më shumë, e kanë një fjalë shumë interesante. Kur ndodhet diçka e pakënjshme, çka thonë? E mbroma me hajër. Është fjalë e pejgamberit alayhi salatu wasallam. O Allah, bënaj fundin e mirë.
Inshallah e mrama vjen me herë dhe më thonë se çaja është më e mirë, çaja është çatu vulosën vepra. E këtu te pejgamberi alayhi salatu wassalam, au vulos fitoria Muhamedit alayhi salam, vulos. Edhe kështu e forcojmë besimin, edhe nëse muslimanët janë dobët, edhe nëse nuk kanë përkrahje, edhe nëse kretë bota ju në qafë, edhe nëse kretë bota i shanë, edhe nëse, Allahu ka me ndihmu këtë fe. Edhe ka me ndihmu ata që kapën për këtë fe edhe s'ko qarë. Pa ndodhë kështu, sepse Allahu ka garantu. Pastaj, kër e mësën historinë e pejgamberit alayhi salatu, njihemi edhe me shkaqet e zbritjes të Kuranit. Për shembull, pjesë e historisë pejgamberi alayhi salatu wassalam u shkon të kthy pe luftës të Bukut, kanë zbrit ajetet për Mesxhidu Dirare. Xhamia që është marrë për sherr Medinë dhe ka urdhëruar Allahu që hala pa mrin Medinë me shku me prishat xhami. Se është marrë për sherr, ai vjen në e flasim edhe për ta. Ose Allahu ka zbrit ajete për munafikat, duke ardhur për betejën e Bukut. Domthonë tash ndërlidhet ajeti ku ka zbrit, për çka ka zbrit. Edhe e kuptojmë më lehtë këtë ajet. Gjithashtu, i përvetsojmë vetit e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pejgamberi Allahut ishte kështu. Pejgamberi Allahut kur shkoi në Mekë, kur hyri në Mekë bani kështu mirë. Tash ne mundona me i përvetsu cilësitë e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Sepse sa më shumë që jetojmë me historinë e tij, sa më shumë që lexojmë historinë e tij ndikomi. A keni pa filozofët? Për ku ndikohen për librin që ka lexuar. Edhe i ka 3-4 figura që sun del prej tyre, edhe mendon që krejt bota sillet rreth tyre. Ai gjeografi i ka një 3-4 figura, sun del jashtë tyre, se krejt bota sillet rreth tyre. E tash me kënd duhet të podesh ka më u lidh muslimani me Muhamedit alayhi salatu wassalam. Që me i përvetsu vetit e tina sallallahu alaihi wasallam. Pastaj i njohëm edhe sahabët përmes Muhamedit alayhi salam. Sepse Muhamedi alayhi salam s'ka jetu vetë. Ka jetu me shok, ka shku në xhami me shok, është falë me shok, ju kanë ndihmu shokve, shokët i kanë ndihmu, shokët i ka qërtu, shok me shok ka njëherë, ka bona i shaka, me ta ka luftu, me ta ka punu, me ta ka ndërtu. Edhe kuptojmë edhe jetën e shokëve tij, sidomos kur e kuptojmë se çfarë njerëz ka eduku Muhamedi alayhi salam. Mo shokët e tij, çfarë edukimi edhe çfarë ndërtimi ka bëu Muhamedi alayhi salatu wassalam këtyre. Gjithashtu, historia e mësën historinë e pejgamberit alayhi salam për me pastru prej trillinëve, ngjarjeve ose ndodhive që nuk janë të vërteta, nuk janë të sakta, nuk kanë ndodhur në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe shpjegohet edhe mësohet historia që me zhvesh prej këtyre. Me zhvesh prej këtyre, sigurisht se do t'i vjen në reni inshallah taala kur të flasim për më detaje, i përmendim disa ndodhi që nuk janë të vërteta, po ju kanë vesh pejgamberit alayhi salatu wassalam. Gjithashtu edhe analizimi i historisë. Historia analizohet. Për shembull, gjithë e dinë që luftën e Uhudit e ka humbur Muhamedi alayhi salatu wassalam. Muhamedi alayhi salam se ka humbur, po e kanë humbur sahabët. Se s'ka mundsi Allahu i lartësuar me nxjerr të disfatun pejgamberin e tij. Mirë, pse e humbën? Kjo është ndodhia. Betejë e Uhudit ndodhi në aksionin e parë fiton musliman, pastaj aksionin e dytë edhe rezultati përfundimtar është se e humbën muslimanët luftën. Mirë, kjo është historia, po? Çikash? Jo. Këtu tash na duhet me vendos pikën. Pse e humbën luftën? A nuk është Allah ai që i ndihmon muslimanëve? Wala yaj'al Allahu lil kafirina lil mu'minina sabila. Allahu kur nuk ju jep mundësi edhe fuqi jo muslimanëve mbi muslimanët. S'ka se ja. Mirë, pse në këtë rast Allahu nuk ja dha fitore këtë? Pse e fituan ata armisht e Allahut? Çka pse i është analizë e historisë pastaj që ka nevojë me u bë analizë. Mirë. Kjo syri. Pastaj për me mbritë historia e pejgamberit alayhi salatu wassalam, edhe me këto po e përfundoj, po ta qef me përmend zanafillën njerëzore shkurtimisht. Historia e njerëzimit deri te Muhamedi alayhi salam, pastaj vazhdojmë me historinë e Muhamedit alayhi salam. Janë disa informata që i kemi përmend her pas here, po i përsërisim. Fillimisht Allahu kur e ka kriju këtë botë, njëherë i ka bë kushtet për jetë njeriut, që njeri me bo jetë, pastaj e ka kriju njeri. Domethënë kur ka ardhur njeri në tokë, ka gjetë tokën hazër. Ka gjetë tokën e gatshme. Sikur e përmendi shpesh, ai bë mirë sikur don me bë mirësi dikujt. Edhe i thotë çuni shtëpinë ato ta marrun. Mirë, po halos si ka qenë kulmi mirë.
Dritare s'ka kërkon, s'u kërkon hiç. Ujë rrim s'ka edhe i thuhet çe, ordna shtëpia. Çka ka me bëu ky shkret kët? Ky kur s'ka pas mundësi me marrë dhe që to s'mundet as kulmi me çit. Kështu që si kemi bëu diçka këtina. Ne fal gjithë punë kemi. E Allah i lartësuar nuk e ka lënë dënjon gjys, mi thon njëri dil në dënjon se unë ka dole tani, ti mi kushti Allah i ka pru të na kushtet. Ka pas oksigjen, kur ka orë njeri, që nëse pas problem me oksigjen. Ka pas tuka që ka dhonë bime dhe fryta që i ka hangër, pëmt dhe perimet, ka pas. Ka pas kafsh, që njeri ju ka fillu me ushqypi mishi tyne, ka pas gjitha këtu. Ka pas dritë, ka pas ditë, ka pas natë, hanë, dilë, kështë më rrë. Që do thotë se njeriut njeri ju kanë plëtsu kushtet, pasaj e ka kriju Allah e lartësu. Ke pare, e dyta Allah i ka kriju me laqet edhe gjenet para njerit. Me laqet edhe gjenet janë para njerit. Tash cili janë të para, me laqet edhe gjenet s'ka dishka. Mirë po Allahu në surën Bakare thëtë se kur Allahu ju tha me laqeve se unë po e krijojni më këmbës në tokë një njeri. Unë qka? Unë po diskuton me laqet, po bon muhabet me laqet se për një njeri që s'ka ardhë hala. Pastaj pejgamberi alayhi salam thot Ademin alayhi salam me laqet e kanë mbledh trupin e tij prej baltës, prej tokës, dheut me ujë. Edhe ka qëndru disa vjetë që ashtu vetëm trup, si përmendore sa të sopi. Edhe si shejtani ju ka silë rrethit atë. Dhe jeri se e ka kuptu që barkun e ka thotë, se ka menu që është i plot shejtani. Ka menu që është sikur dërmun i plot, dhe kur punohet diçka me drut plot, ka menu që është. Mirë për masanej i ka dalë që është i vericë. Ta ata që punojnë me i vericë, ma masanej i ka dalë që ka zbrastin. Kur e ka po që ka zbrastin, ka pa mashtrej shëtone. Shejtani pjetërish. Mirë, po që do të thotë, kjo do të thotë që shejtani u ka në gjallë, edhe ka silla Ademit alayhi salam në kohën kur halosi ka orë shpirtje. Njeriu të dhe halosi është më njeri. Pastaj njerëzimi fillon me njeriu e parë, Ademin alayhi salam. Kështu janë tekstet kuranore edhe hadithet e pejgamberit alayhi salam edhe s'ka tjetër shpjegim. Mundët me thonë dikush a ka pas para Ademit alayhi salam njerëz tjerë s'ka pas, ajo është temë vete. Mirë, po ç'ky njerëzim që jeni, me çet strukturë që e kemi, me çeto gjumë e me çeto raca që i kemi, krejt janë prej Ademit alayhi salam. Ademi është njeri i parë. Për shumë argumente. Argumenti i parë është se Allahu po i thot me laqe, unë po e krijojni më këmbës në tokë, ai është Ademi alayhi salam. Nuk i po. Arsyeja e dytë është se Allahu ju ka drejtuar njerëzve, argumenti i dytë, Allahu ju ka drejtuar njerëzve o bitë Ademit. Këtë njerëzve ju ka drejtuar bitë Ademit. Sikur të mos ishin këtë njerëzimi, pasardhës së Ademit alayhi salam, dikush kishte më thonë unë jam i Ademit, unë jam i Ademoviçe, për shembull. I Ademve nuk jam unë. Mirë po kretë Allahu ju ka drejtuar o bitë Ademit, do thonë këtë jeni bitë e Ademit alayhi salam, edhe shumë argumente tjera. Mirë, Ademin alayhi salam, Allahu e ka kriju prej tokës. Thuhet për gjitha shtresave të tokës. Tokë e zejës, tokë e verë, tokë ma e bardhë dhe kështu më radhë dhe pastaj ka ndollë racat njerëzore që janë konë tokat, që është ndërtu Ademi alayhi salam me tu, po më rëndësi është që Ademi alayhi salam e ka nisë jetën në xhenet. Në shpirti kur i ka orë, edhe kur ka fillu me po dhe me një dhe me ditu konë xhenet. Edhe pse prej tokës e ka bozë. Mirë, çka jam mërmeni ju këtu? Pse Ademi alayhi salam Allahu ka bo që me nisë jetën në xhenet, Allahu e ka ditë që kësë ka menet gatë në xhenet. S'ka me qëndru gatë, ka më këtyn të kapet. Për më në kalëzu neve, më në i bo me dhije mua dhe tyje, që kjo është vendlindja e babës të. Baba jonë, vendlindjen e ka në xhenet. Kështu që mëse harra vendlindjen, shko ka dush. Shko në gurbet, po në, shko a ne i bën pare, po mëse harra vendlindjen, ku ka një baba. Ku të ka lind baba, kum, dhe një të që të kemina. Ndërsa baba jonë, Ademi alayhi salam, vendlindjen e ka në xhenet, shko ka dush, bën që ka dush, se nuk ka dush, e të ku dush në tokë. Mësh me shku dhe në hansh. E në masë e ku dush. Mirë po mëse harro vendlindjen e babës tanë, Ademit alayhi salam. Mirë, Ademi alayhi salam thuhet që ka jetu 1000 vjetë, por nër 1000 s'ka jetu. Pastaj, fëmija, djemët dhe vajzat e Ademit alayhi salam, gjithashtu, ka pas shumë fëmi, me grun e parë Havën, alayhi salam, që edhe ata kanë jetu, kanë 1000 vjetë. Ma shumë, 1000 plus minus. Mirë, mas Ademit alayhi salam, e përmendin disa historian, nuk ka hadithe për këtë punë, po e përmendin disa historian që njoni prej djemëve të Ademit alayhi salam e ka pas me Shith, ka qenë pejgamber. Ka qenë pejgamber prej djemëve të dallum të Ademit alayhi salam. Pastaj
se duket pe këtij shitit ose prej një djali tjetër, është Idrisi alayhi salam, pejgamberi i Allahut. Krejt që këtë Idrisi alayhi salam, krejt njerëzit janë në besim drejt. Nuk ka devijime në besim. Ka mundësi në gjuna të këto, mirë po, me besu Zotin janë, edhe me adhuru vetëm Allahun deri te Idrisi alayhi salam, se kanë pas këtë problem popull. Po Allahu ja ka çu pejgambert që me mojt që të vidëmo njerëzit me i nxit me adhuru Allahun më shumë. Jo që ka pas besim tjetër. Kur shfaqet besimi i devijum, kur devijon besimi në kohën e Nuhit alayhi salam. Pra ta Allahu thot kana an-nasu ummatan wahidatan fab'atha Allahu nabiyyin mubashirin wa mundhirin. Thot njerëzit ishin në besim të drejtë. Pastaj Allahu dërgoi pejgamber, domthon pejgamber te populli ju besimtar, që është koha e Nuhit alayhi salam. Nuhi alayhi salam është pejgamberi i parë i dërguar te ju muslimanët. Monument këtë. Nëse e lexonin libra, Nuhi alayhi salam është pejgamberi i parë, nuk është për qëllim i pari që ja ka nis pejgamberlloku me ta, po i pari te populli ju musliman. Sepse para tij u kon Idrisi alayhi salam, ka qenë Shith, ka qenë Adem alayhi salam. Pastaj ndodhe që ndodhën këtë Nuhit alayhi salam, ndodh tufani, ajo vërshimet e mëdha, vdesin të gjithë, mbesin vetëm besimtarët që kanë qenë me Nuhin alayhi salam. Këtu pastaj historianët thënë Nuhi alayhi salam është baba i dytë i njerëzimit. Ademi alayhi salam baba i parë, baba i dytë është Nuhi alayhi salam. Edhe Nuhi alayhi salam i ka pas 4 djem, njëri ka qenë pa besimtar, që s'ka hyrë në ani edhe është ka vdekur me pa besimtarët, ndërsa në ani me Nuhin alayhi salam kanë hyrë 3 djem të tij. Edhe prej këtyre 3 djemve rrjedh njerëzimi. Sot kretë bota, me kretë racat, me kretë gjumët, me kretë ngjyrat, rrjedhin prej 3 djemve të Nuhit alayhi salam. Si duket ata tjerë që kanë qenë, edhe pse thuhet që ka pas pak njerëz, si duket loza e tyre mo nuk ka vazhdu, po ka vazhdu vetëm loza e 3 djemve të Nuhit alayhi salam. E 3 djemt që i përmenin hadithet me emra është Sami, Jami edhe Jafithi. Sam, Jam, Jafith. Sam, Ham edhe Jafith. Edhe prej këtyre 3-ve, pastaj thot Sejdi ibn Musayyib prej tabene njoni, thot i përmend 3 racat kryesore prej secilit nga këta 3 që rrjedhin. Prej Samit, si me orë të mjashit pike në historisë dhe me thonë që shtu është mirë, po këtu janë ato informatat që i kanë përmend historianët dhe djetarët që janë më ledhë me, që janë marrë me bibliografia. Edhe prej Samit, shumica historianëve thënë, prej Samit rrjedhin 3 racat kryesore. Janë Arabët, Persët, Evropianët. Arabët, Persët, Evropianët. Te Evropianët e kanë pikpyetje se Evropianët, disa historianë nxjerrin në një djalë tjetër. Mon kur thuhet Evropianët, është për qëllim Evropianët e vjetër. Pellazgat, Grekët, Bullgarët e vjetër, e kështu me radhë që kanë jetuar në Evropë, hunët. E këta janë Evropianët e vjetër që shumë historianë thonë se e kanë përjavën prej Samit. Qa është Sami? Sami në ndërlidhet neve në delte Semetët, është term që është i njoftën, antisemitist, antikështu e kështu me radhë. Mirë, këtu janë 3 racat kryesore që i përmenin historianë se rrjedhin prej djalit të Nuhit alayhi salam që e kanë Sam. Arabët, Persët edhe Evropianët e vjetër. Jo Evropianët e sodit, po Evropianët e vjetër, popujt e vjetër, që shumica prej tyre kanë jetuar në Ballkan, ose pak për në Ballkan. I dyti është Hami. Prej Hamit gjithashtu rrjedhin 3 racat kryesore: berberët, fisët berbere, kiptasit e vjetër, edhe sudanezët. Kur thuhet sudanezët, nuk është për qëllim banorët e Sudanit, krejt raca e zezë. Sudanet e poshtë, e jugët Afrikës, këta janë sudanezët. Edhe vjen Jafithi. Prej Jafithit gjithashtu i përmenin 3 racat kryesore. Edhe e përmendin turqit, Jëgjëgjët edhe Mëgjëgjët, edhe slavët, rusët. Pastaj slavët e tjerë. Kur thuhet për turqit, është për qëllim këto raca turke që hynë mongolët edhe raca mongole. Me kineze, me japane, me korane, me kretë. Po edhe turqit, do më thonë, janë qëtë losë. Tash nuk do të thotë që kretë janë dollë prej një djallit të Samit këto. Mirë po Sami pastaj, djalli Nuhit i ka pas disa djemë. Si që djalli pastaj ka pas lozën e vetë. Pastaj lozë, deri sa janë ndonë që të formë. Mirë po, që të 3 lozë kryesore takohen te Jafithi,
të më thonë mongolët, tatarët, turqit, kinezët, Jegjujit edhe Megjujit edhe slavët. Mirë, këtu të Jafithi, disa historianë thënë evropianët e vjetër gjithashtu janë prej Jafitit. Mirë, une, me që nuk jam historian, edhe nuk jam edhe shumë interesu me Himafel, nuk kam ditë se cëla është ma e saktë, edhe pse shumica historianëve thënë që evropianët janë pasasit e Samit, djallit Nuhit a.s. Mirë, pse po e përmendni Samin? Sepse jahudit thëtë, na jemi semit. Edhe nëse i shonë dikush ata, ose nëse fol keq dikush për ta, thëtë, kjo është antisemitizëm, edhe antisemitizmi dënohet me legjna për shumicën e vendeve të botës. Ndërsa, semit, qenë kanë arabët, semit qenë kanë persianët, edhe si pas një transmitimi historik, qenë kemi edhe na evropianët semit. Edhe na qenë kemi semit. Të mënë Samin e pas një bëbgjë shkret, jo veç jo. E aqë më tepër që jahudit, ose hebrejt shfaqen në skenë ma banë. Pas taj çdo popull kishte pejgamber, këto e përmend Allahu i lartësuar. Mirë po, në Kur'an, Allahu flet më tepër për dy nënloza të njerëzimit tek të cilët ka pas pejgamber dhe që Allahu flet më shumë për ta. Ata janë arabët edhe hebrejt. Arabët edhe hebrejt, bene Israelit, takuan të Ibrahimi a.s. Ato e kanë gjyshin. Mirë, arabët a nuk kanë të Sami atje? Të Ibrahimi a.s. Se Ibrahimi është vënë, me Nuhin a.s. është vënë, ku me ditë sa mi vjeti ka. Mirë, po do të shojmë në fund se arabët janë dy loje. Po në dy loje ndahën arabë. Po kryesore Ibrahimi a.s. i ka pas dy djemë. Ismailin edhe Isakun. Ismaili, pastaj është loza e tij në Mekë që ka jetuar dhe prej lozës Ismailit është Muhamedi a.s. Edhe nuk ka pas pejgamber. Te kjo lozë, te loza e Ismailit deri te Muhamedi a.s. Prej Ismailit deri te Muhamedi a.s. s'ka pejgamber tjetër. Ndërsa te Isaku e ka djalë Jakubin. E Jakubi e ka pas pseudonimin Israel, që në gjuhën hebreje do të thotë robi i Zotit. Israil, robi i Zotit. Edhe kështu i ka thonë Israil. Tash Allahu kur i drejtohet pasardhësve të Jakubit a.s. ja bene Israil, o bitë e Israilit, o bitë e Abdullahit, me thonë për shkak. Edhe për ata ka me bene Israil edhe sot quhet Israil. Mirë, Jakubi a.s. i ka pas 12 djemë, mesin e tyne dhe Jusufi a.s. pastaj është ajo rjedha. Edhe shumica e pejgamberëve që janë përmendur në Kur'an janë të bene Israilit. Jusufi a.s. pastaj është Musa a.s. pastaj janë disa pejgamberë që përmenden vetëm si pejgamber, por nuk përmenden me emra. Pastaj Haruni, pastaj Yusha ibn Nun, pastaj Davudi a.s., Sulejmani, Iliasi, gjithashtu edhe Uzejri është për tyne, Zekiria, Jahja, Isa a.s. krejt pejgamberët pastaj përmendën në Kur'an që janë për bani Israil. Sikur Allah i lartësuar po flet më tepër për ta, edhe po i nxjerr pa më tepër në Kur'an për me tregu që me të vërtetë ka qenë popull problematik. Pejgamber mas pejgamberi, ka pas raste hala pa i përfundu misioni i pejgamberit parë, Allah e ka thënë dytin. Aw kullama ja'akum rasulun mimma la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadhabtum wa fariqan taqtulun. E sa ju keni çu pejgamber që su kanë për shtatin, jeni bë me ndjenat, disa i keni vrarë, disa i keni përgjigjur të Allah. Ben Israil ju drejtohet. Edhe për ata Allah i lartësuar e përmend këta pejgamber se ka pas pejgamber shumë tjerë. Po si duket problemet që i kanë pas edhe krenetësinë që ka pas ky popull nuk e kanë pas tjerë, edhe Allahu po i përmend më tepër. Mirë, qysh ndodhi arabët edhe hebrejt mu taku te Ibrahimi a.s. Thash më herët arabët janë dy lloje. Arabët original ose arabët me raj që kanë jetu ka Jemeni, edhe këta e kanë fol herët arabishtën. Thuhet që edhe Nuhi a.s. e ka fol arabishtën, Allah ala. Thuhet. Po Hudi, që është një pejgamber shumë afër me Nuhin a.s., ai ka shumë fakte që ka fol arabisht. Hudi a.s. Ibrahimi a.s. shpërgulet për Irakën, Palestinë, për Palestinës pastaj martohet me Haxherin edhe vjen në Mekë, e bjen Haxherin edhe e bjen djalin Ismail. Ibrahimi a.s. s'ka qenë arab. Ka qenë ashuri, gjuhën ashurë që është ashurie, një gjuhë që nuk ekziston më tash, çfarë gjuhë ka fol. Thot ka fol edhe gjuhë tjera, po si duket pejgamberët ka pas raste kur pejgamberët e kanë ditë më shumë se një gjuhë.
E tash Ismailin alayhi salam kur e lën Mekë, fisi Gjurhum, fisi prej Yemenit vjen edhe vendoset në Mekë. Ata kanë qenë arabë. E Ismaili alayhi salam martohet prej tyne. E merr gruan prej tyne, pastaj fëmia e Ismailit alayhi salam fillojnë me fol arabisht sepse krejt dojti kanë aty. Edhe kështu fillon loza e arabëve të arabizum quhen, arabët e arabizum prej Ismailit alayhi salam. Ndërsa Ismaili alayhi salam e ka një vëlla në Palestinë me babën e vet me Ibrahim alayhi salam që quhet Isak. Ai Isaku pastaj i lindi Jakubit, Jakubit i lindin 12 djemë dhe kështu pastaj pe 12 djemve dalin 12 fiset e jahudive ose hebrejve. Allahu kur ja ka dhënë Musait alayhis salam 12 kroje. Pse e ka dhënë 12 kroje? Sepse secili fesë ka lyp krojën e vet. Pse na me pite kroni i filanit? Na e dëm kronin ton. Na e dëm tonën, Allahu kroi Allah 12. Me një kroje kanë mujt me pit kretat. Po secilit ja ka çukani kanë kruje që me pas kryenin e vet secili fesë. Që do të thotë se ata i kanë pas problemet me zveti, jo me njerëzim, pra se mi pas me njerëzimin i kanë pas problemet me zveti. Ndërsa në Mekë vendoset Ismaili alayhi salam, martohet me një vajzë prej arabëve, pastaj Ismaili e mëson arabisht e mirë, flet arabisht, fëmia e arabisht, edhe pastaj djali i Ismailit e ka emrin Adnan, e kështu me radhë pa derisa vjen te Muhamedi alayhi salam, i cili është në lind në Mekë, prej familjes së njohur, për çka do të flasim inshallah në takimet e radhës, edhe bëhet pejgamber në Mekë mas Ismailit alayhis salam që s'ka pas pejgamber në këtë losë. Këto ishin çka kom përzgjedh me ndo me juve si hyrje rreth historisë, edhe si historik i shkurtër i njerëzimit në tokë deri te Muhamedi alayhis salam, pastaj vazhdojmë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse Allah e ka dërguar në Mekë, pse pas pe Kureshitëve, pse jo prej fisëve të tjera, pse jo prej një qyteti të tjerë, pse se ka zgjedhur kanë prej Medinës, pasi që ky ka pas me shkon në Medinë me jetu. E krejt këto janë pseha të cilat e kanë shpjegimin e vet, po në takimet tjera inshallah do t'i marrim.